Që shumë për tarë në kemi Po, përveç se pjesa e parë... Në 100.000 euro për gjutë rrejtjes edhe pa lidhje që u folë gjatë fushatës. Pjesa e parë ka qenë me prezantimin e të arriturave të qeverisë, pjesa e parë e fushatës, e mbanin mend kanë qenë prezantimet në për town hall, të mandatit qeverisë. Ata kanë folë për vetis, kanë folë për ata para tyne, kanë folë për punë që i kanë kry. Edhe i kanë ofru mundësi qytetarëve me bo pyetje për ato. Jo, po çka po du me thonë është që sot kena shans me i zbërthy shumë gjana, kena shans me folë edhe për privatizimin. Ka ndodhë para 12 vjetë. Hajde të folim pse ka ndodhë atëhere, cilat janë mundësit aktualisht me ndru kjo situatë, edhe çka është ndodhë me kapacitetet energjetike. Pse sot, në një përshkrim më të thjeshtin, nuk spjegohet se si qarkullon rryma. Do më thënë, cila është rrjedha e rrymes? Imagjinoni, krejt eksperta edhe profesora mëre, parti ka të cilën e thirë vetën ose thiret në emën të akademisë, edhe dalin profesorat dhe thonë, tregoni për paret ose për mafin që ju i keni pru këto kompani edhe që jeni të blejë rrymë për Sërbisë. Dhana statistikore tregojnë diçka krejt tjetër, që ka rënje të rrymës për Sërbisë e mbi të gjitha. Ishtë dashtë me udit një fakt shumë i thjeshtë. Kosova, Republika e Kosovës, në cilin gjithë këta që po thiren tash në mblemje të rrymës prej Sërbisë, në cilin kanë qenë pjesë e shpalljes pavarësisë, edhe disa përpjekjeve të rëndësishme për vendin, e ka pavarësimin energjetik në vitin 2020, me të cilin nënso ju kam përcaktu kufit energjetik Kosovës. Por në këtë përcaktim të kufive energjetik të Kosovës, Serbia ka kundërshtu fuqishëm. Edhe nuk e nje, çka ndodh? Sot zyrtarisht prej jashtë, kur donë me blej energji, nuk mundesh me përdor koridorin Serbi-Kosovë. Ligjërisht po flasë. Në aspektin fizik, rryma rjerë, Kosova është tranzit, sikur me qenë malli tranzit. Që i vjen që edhe me dosh me blej rrymë pe i Serbisë nuk mundesh. Me vitin 2020 është e blokume. Ka mundësi me pas trektar energjetik, do me thënë ndërmjetës të cilet marin edhe përberz e shpërndajnë. Por në formën se si po aludohet, është e pamundun për arsye se krejt kalon ka trafiku zyrtari mali të zi. Saktë, në formën që është bënd të kalumen është e pamundun, jo për shkak të mungesës vullnetit trektarve për me bleshit rrymet lirë, po për shkak të blokadës që Serbia ja bën koridorit ose mos njohjes Kosovës. Kjo është një çështje që gjitha ata që miren me ekonomi e din që Kosova e ngrit. Prej komunitetit energjisë, te ndërmjetësit e dialogut, tek gjithë eksponentët tjerë vendimarës të Bashkimit Evropian, duke tregu që humbjet e vendit tonë në aspektin e tranzitit, trafikut, koridorit që kalon ka Serbia për energji janë të mbyllura, që ka rrit koston e tregtimit të energjisë për Kosovë, rrugët ajrore janë të mbyllura për trafikun ajror nga Serbia për fluturimet destinacionin final që e kanë Kosovën, edhe shumë probleme tjera që kanë të bëjnë me ngritjen e subjektivitetit Kosovës. Ta shtrojmë në rafsh në të cilin dakordohemi që në qëtë raport nuk ka hapësim për manipulim. Qashtu një i qysh nuk ka pas për gjana tjera me të cilat paushal, thush, ti e argati Sërbis, ti po punon për Sërbi, deri kur? E përmende nuk ishtë të numrin e votave, një gjabë du mi thonë. Ndështë në aspektin e gjuhës populiste, mundi me thonë që shumë ma e letë me shku në ekstreme. Edhe fatkeqësisht ndodhë... Ka e shok që jo ka shkohet që janë, që të filme këmë po. Ajo që ka po të ndodhë ndërmjet, janë generatat prej moshës 18, ata që bojnë i mbushin 18 vjetë, tash në 10 orë, që kanë të drejtë të votës, deri ata që i kanë mbush në shkurt 18 vjetë,